Përshëndetje fëmijë. E udhroj ditën e shtunë, sepse më mbush zemrën plot me gëzim. Takoj me të gjithë ju shokët e mi. Këtë të shtunë jam edhe me gëzuar, pasi qyteti i Korçës është plot me turistë, të cilët sot në mbrëmje festojnë Pashkët. Një super përqafim ju vjen edhe nga unë, Pumbi. Javët po kalon shumë shpejt dhe ne si gjithmonë presim vetëm ditë të bukura pranverore. Po siç e tha edhe Pimbi, Korça është e gjitha plot me vizitorë për plot. Le të njihemi me shokët e kësaj radhe. E janë fëmijë, janë të njihemi. Përshëndetje bukuroshe, si e ke emrin? Asja. Asja më thuaj, nga cila shkollë vjen ti? Nga shkolla Sevasti Qiriasi. Në cilën klasë? Klasën e 3. O, që në ka me eritur se ne. Më thuaj, qarë të pëlqen ty më shumë të bësh në kohën e lirë? Në kohën e lirë unë dua të kërcej. Kërcesh? Sa bukur. Do në bësh pastaj në një performancë. Në rregull. O, sa qef, do të kënaqem jo Pumbi. Të kënaqemi sot. Po me mësime, cila lëndë të pëlqen më shumë? Lënda e gjuhës. E gjuhës. Miropafshim. Miropafshim. Dhe të kalojmë bukur sot. Përshëndetje, si e ke emrin? Anjel. Anjel, sa emri veçantë. Anjel, të pëlqen futbolli? Po. Po lojtari yt i preferuar, cili është? Cristiano Ronaldo. O, Ronaldo. Në mësime, cila lëndë të pëlqen më shumë? Matematika. Po në i hobi tjetër çfarë ke? Futbollin. Futbollin. Do luajmë pastaj kur mbarojmë emisionin. Miropafshim. Mirupafshim. Përshëndetje, si e ke emrin? Përshëndetje, quhem Arja. Arja, të lutem, mund të më japësh një buzëqeshje të madhe? Mirë. Sa qef. Po edhe mua. E ti, ziliqare. Mos shiko gjë. Arja, të pëlqejnë festat ty? Po më pëlqen shumë. Po dhuratat të pëlqejnë? Po. Më trego çfarë dëshiron të marrësh për ditëlindjen tënde të ardhshme. Unë për ditëlindjen time të ardhshme kam qejf që të marr ndonjë mace ose ndonjë telefon. O, sa bukur. Po emër për macën ke menduar? Jo akoma. E është thjesht fare, Pimbi. Jo, është më e thjesht Pumbi. Pimbi. Mirupafshim. Mirupafshim. Ky djali më duket se është gjithë qef, më ka sjell mjalt, më duket. Po ja ta pyesim një herë. Si e ke emrin? Andos. Andos. Më ke sjell që mua ndonjë çik mjalt. Po. Jo, sa qef. Faleminderit. Ja, për inatin net, më ka sjell mjalt mua. Më thua çfarë të pëlqen ty më shumë? Futbolli. Kemi 2 futbollista, pastaj do luajmë futboll, do Po të lojtari kënaqemi. i preferuar nga Lionel Messi. Lionel Messi. Po në shkollë çfarë të pëlqen më shumë, cila lëndë? Lënda e matematikës. Matematikës o Ua, sa fëmijë të do më ndihmosh dhe zgjuar. mua në matematikë se unë jam një çik shumë. Mirupafshim. Mirupafshim. Përshëndetje. Përshëndetje bukuroshe, si të quajnë? Ajla. Ajla, po sa të bukur e ke këtë bluzën me një zemër me xixha. Do ma jap mua një xhiro, besoj. Po. Jo, se ta faleminderit. grisë, kjo ta grisë, se futet në përfera kjo. Ajla, më thuaj, cila është hobi jot i preferuar? Çfarë të pëlqen të bësh më shumë në kohën e lirë? Balet. Balet. O, sa bukur. Pas kemi 2 futbollistë dhe Dhe 2 balerina. 2 balerina, një kërcimtare e një balerinë. Ajla, i ndihmon prindrit në shtëpi me ndonjë punë? Po. Të lumtë Ajla. Mirupafshim. Mirupafshim. Pafshim. Përshëndetje. Përshëndetje. Ua, si të quhen ti bukurose? Hansela. Hansela. Emri më i veçantë që kam dëgjuar. Hansela, të pëlqejnë librat? Po. Po libri i preferuar cili është? Mjushela zonjare. Ui, mi usha në zonjare. Do na i tregosh më vonë, besoj. Mirupafshim. Mirupafshim. Ua, sa sy çka të bukula. Po, me të vërtetë, shikoj pak atë fjongon. Si e ke emrin? Jora Kej kam 2 emra. Jora Keu. Nuk isha dëgjuar ndonjëherë me 2 emra. Hason. Ku i ke gjetur këto 2 emra ti? Jora ma ka vënë mami, Kej ma ka vënë daja. O, sa bukur. Po mirë, ty cili emër të pëlqen më shumë? Mua më pëlqen ai Keku. Mua më pëlqen Jora, do thoja. Mua ai Të Keku. dyja më pëlqejnë. Më thua çfarë të pëlqen më shumë ty, të bësh në kohën e lirë? Të ndihmoj mamin dhe babin. O, sa bukur. Po ndonjë të pikturosh, të vallëzosh, të këndosh diçka. Po, më shumë më pëlqen që të pikturoj. Pikturosh, do bësh mua një pikturë të bukur. Jo, do ma bësh mua. Mua, të lutem. Që të dyve. Faleminderit. Mirupafshim. Mirupafshim.
Përshëndetje. Përshëndetje, Ferizan. Si e ke emrin? Unë quhem Giulio. Giulio, çfarë të pëlqen ty më shumë? Mua më pëlqen që të luaj futboll. Futboll, kemi 3 futbollista, pastaj do të shqepemi duke luajtur sa të mbaroj misioni. Në rregull? Në rregull. Më thuaj, çfarë dëshire ke tjetër ti? Unë dëshiroj që të kem një telefon. Telefon? Po nuk e do të çet telefonin tani në këtë kohë, duhet të rritesh edhe pak, se telefoni të ha kohën. Dhe koha është Flori. Dhe me Flori mu të blesh mjalt. Mirupafshim. Mirupafshim. Përshëndetje të gjithëve dhe këtë ditë të shtunë, ju uroj mirëseardhje në studio të gjithë fëmijëve që unë kam sot. Ata janë nxënësit e klasës së tretë në shkollën Sevasi Qiriazi me mësuese Albana Jankon. Po të kujtohet, të shtunën e parë ishin gjysma e klasës, kësaj radhe janë gjysma tjetër, po nxënësit e klasës së tretë. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Janë shumë të qetë dhe të uroj që kështu të jenë edhe në klasë, sepse efekti kamerës bën të vetën. Përshëndetje Pimbi Pumbi. Përshëndetje, ne jemi të paurtë. Ju uroj një fundjavë sa më të mbarë. Përshëndetje Tea, mirë se ke ardhur. Fundjavë të bukur ju uroj të gjithëve ju miq të dashur, gjithmonë na shoqëroni në ekranin e RTSH Korçës. Përshëndetje Pimbi dhe Pumbi. Përshëndetje Tea. Përshëndetje dhe ju fëmijë. Si që thanë dhe Arushë, qyteti ynë ban stafetën e festave dhe kur vjen fjala për festën e Pashkëve, qyteti Korçësh mbushet plot me gjallëri. Kanë ardhur shumë emigrantë, të cilët janë kthyer në qytetin tonë dhe po festojnë me familjet e tyre, por dhe shumë turistë, të cilët po festojnë gjithashtu dhe do ta mbushin sot në mbrëmje pazarin e qytetit dhe katedralen. Do ta mbushin plot, po, në natën e Pashkëve. Ju uroj të gjithëve. Po, unë ju uroj të gjithëve besimtarët krishterë ortodoks gëzuar Pashkët. Jemi në javën e madhe të Pashkës. Sot në orën 12 këmbanat do të bien përpara sheshit të katedrales për të lajmëruar ngjalljen e Krishtit. Dhe Korça tashmë prej vitesh mban stafetën e kryeqytetit të festave, por kur vjen fjala për festimin e Pashkëve, është më e magjishme se kur. Jeni dakord ju fëmijë apo jo? Ju pëlqen atmosfera në qytet? Ju jeni kënaqur edhe më shumë sepse keni patur pushime pas pushimeve. Keni kaluar pushimet e semestrit të dytë, më pas keni përsëri edhe pas nesër edhe ditën e hënë keni pushim, prandaj jeni, si thon, jeni shqepur me pushime. Po në një libër në një gjë keni lexuar gjatë kësaj kohe apo? Po, thon, po me gjysmë. Tani po apo? Po apo jo? Ka në rregull. Do ta pis. Kur thon kanë lexuar, nuk janë si Pumbi. Po, që gënjen, po kanë lexuar edhe nuk ka lexuar. Unë kisha një libër o Jonida, po e kërkova nuk po gjeja dot ku e kisha. Si mendoni ju? Se nuk më the mua të tjetja. Si mendoni ju ku e ka lënë librin ai? Nuk e ka lexuar. Unë them se e ka grisur faqe dhe e ka bërë kausha për të futur në një farë, në një gjë, në një... E mos i trego të gjitha tani. Çu i bëni librat ju, i grisni? Jo. Si mund të mbahet një libër? Pa, mere mikrofonin, më trego pak. Mbaj mikrofonin që të dëgjohesh, si mund ta mbajmë një libër? Të rregullt. Tjetër? Vetë pastër. Po, përse është e rëndësishme që libri të jetë i pastër dhe i rregullt? Sepse librin ne duhet ta lexojmë. Libri na jep dije, na hap horizontet. O Jonida, por kam kaluar atë faqe. E ke kaluar atë faqe, ka kaluar. Bukurosha këtu me fjongu më tha që ka lexuar. Cili ishte libri që ke lexuar gjatë pushimeve? Ana Flëkuqja. Çfarë të pëlqen në ai libër? Në ai libër më pëlqen personazhi Ana Flëkuqja. Na i trego pak brendin e librit, për çfarë ka të bëjë? Okej, ishte një vajzë që e mori një... Shohim drejt e kamera që të dukemi bukur? Që e mori një... Që e mori një? E ndihmojmë pak shoqen, kush e mori? Një elefant në gojë dhe iku me vrap. Një elefant. Jo. Se mbaj mend. Nuk e mbaj mend. Kur ta kujton? Ana është personazh, është kryesor. Është personazh gazmor, të bën për të qeshur apo ka aventura libri brenda? Ka aventura të bukura. Po një aventurë, çfarë aventure bëri kjo Ana? Aventurat mua. Ikte me bicikleta, ikte me varka, ikte me çfarë ikte Ana? Te Ana Ishte me bicikletë. Me bicikletë. Në rregull, nuk po. Të them të drejtën nuk e kam lexuar. Nuk e kemi lexuar. Por thjesht e kam dëgjuar.
ki parasysh që duhet ta lexosh të gjithë librat që kanë thënë fëmijët këtu janë njëri më interesant se tjetri. Edhe ato pyralla që rregull. na thanë erin e kaluar. Po, ja japim, sa të kujtohet Ana Flok kuqa kemi kode në fund të emisionit na i thuash. Ja japim pak shoqes se dhe ajo më tha që kam lexuar një libër. Cili ishte O, libri? kishte një libër me Unë kam mirë. lexuar 4 libra. Na thuaj një prej tyre kush të ka pëlqyer më shumë? Shojmë prej. Më ka pëlqyer shtëpisa prej çokolate. Po, na o, u që nga gëzove me fare oreksi tani. Po që të shek të me qokolate dhe ti. Si ishte Tani kjo na ëmbëlsove shtëpiza? fare. Amo pimbja, ty e ke mendjen. Na i trego pak. Një ditë disa fëmijë kishin një mama të sëmurë dhe shkuan për të mbledhur ca dru që të ishin ngrohtë. Dhe ata duke ecur humbën në pyll. Ma aty ku kishin humbur, pa një përballë tyre pa një shtëpizë prej çokolate. Aty brenda jetonte një shtrigë. Po sa flike kam unë. Striga e mori Brenda. dhe po i gënjente djali për vajza për të shpërtuar vllajin e futi shtrigën në zjarr. Dhe U largova. mami e tyre kur doli po i kërkonte dhe më në fund u kthyen në shtëpi të lumtur. Të shumë lumtur, bukur. shumë e bukur në Të ta bëj një rregull. pyetje? Po, Mund të më tregosh për ndonjë libër, personazhi i të cilit ty të ngjason shumë? Pra që ngjan me ty po të thot. Po. Cili është personazhi? Nga veprimet, nga pamja, si të duash ti mere? Bore bardha. Bor sa bardha. bukur. Pse apo si e kështu i bardhoshk me flokët kaçurela. Le, e kuptova. Atëherë, ashtu si herën e kaluar, e të kësaj radhe ne do të flasim për temën e ditës. O Jonida, më fal, a të them diçka? Po. Në qoftë se kjo është borbardha, i bie që këta të tjerët jeni në 7 gjuçët. Jo, këta janë 7 shokët, borbardha dhe 7 shokët. Fiks, 7 Po, shokët. fiks janë. Në rregull, borbardha dhe 7 shokët. Hansel, do të bëjmë bashkë të njëjtën bisedë siç e kemi bërë me shokët tuaj më përpara. Na tregoni pak për dhuratën tënde më të bukur që ke marrë deri tani, ose një dhuratë që do që të bësh dhe kujt do që t'ja bësh. Mua. Jo, mua. Prisni pak Prisni ta ta dëgjoni dëgjojmë shoqen. përgjigjen. Dhurata që më ka pëlqyer më shumë ka qenë telefoni. Kush ta ka bërë telefonin? Motra. Po ti do sa t'i doje të bëje Shojmë nga kamera drejt, Hansel. Po, Dhe çfarë dhurate? unë do doja t'i bëja një squishy shoqes time të ngushtë, Jora Kej. Kujt? Shumë bukur. Jora Kej. Jora Kej, kush është? Është ajo vajza me Jora pyetje. Kej, Çfarë tani është? Jonida. Çfarë është emër ky? Jora Kej ka 2 emra më duket. Jora dhe Kej. Po. Jora Kej, ti thon të dyja emrat shoqet, si se dhe Hanseli apo jo? Hansela më thot nga njerë Jora dhe Kej. Ose ndonjëherë. Po, Të të dyja. Po mirë. Bab, Po, si të thrasin në shtëpi. mami, nëna, gjyshi dhe Lali më thrasin Kej, ndërsa babi dhe motra më thrasin Jora. Jora, ty të Jora. pëlqen më shumë të thrasin Jora apo Kej? Që të dy. Që të dyja. Më Në pëlqen. rregull. Janë dy Jora, emra me të qëse ke veçantë. mikrofonin në dorë, na tregoti pak për dhuratën tënde më të bukur që ke marrë deri tani. Dhurata ime më e bukur që kam marrë deri tani është tabletim. Tableti. Kush ta ka nga bërë kush? tabletin? Nëna ime nga ana e babit. Na gjyshja nga e Nëna. babi, nga ana e Po. babit shumë mirë. Po një dhuratë që do të doje të bëje dhe kujt do të doje t'ja bëje? Doja t'ja bëja një libër kur shoqes time të ngushtë Ansela. Hansela, Në do t'i bëni rregull. dhuratë njëra Mirë, tjetrës. po më trego pak, Po. sa e rëndësishme është që të kesh një shok apo një shoqe të ngushtë? Është e rëndësishme sepse ti duhet të kesh një shok dhe shoqe sepse Ndan shumë gjëra me ta, apo po. jo? Po Po, sekrete se je ndani me vetëm- shokët dhe shoqet ju? Jo, nuk ndajmë sekrete. Nuk ndajmë sepse Sa ju mi- dalin. Jora je vetmja që thua që s'ndaj Po, sekrete, sepse të sepse gjithë sekreti thonë. është sekret dhe të gjithë thonë, madje na i thonë edhe sekretet. Po. Bravo. Shumë mirë. Shumë bukur. Shumë Jo, mirë. nuk dua të mbaj sekrete se dukem si e lig. Në duke me ligë. Shiko. Ha, ju të dyve u kishte vajtur në mendje ndonjëherë kjo përgjigje?
Jo, me Jo, të vërtet nena- dhe tani që po e mendoj, jo. Ne na kishte vajtur në mendje që të na tregoja të sekretin. Jora, Jo, po tregosh Jora sekret? tha që Kishte nuk vetë tregon tur në mendje sekrete. Pimbit, jo mua. tregoj sekrete Nuk kur. tregon sekrete. Në tregoj, rregull, ja japi mikrofonin Xulios. Giulio, cili është shoku jot më i mirë me të cilin ti ri gjatë gjithë kohës, qoftë në klasë, qoftë në ambientin familjar ku je, apo me shokët e lagjes, në ambienti ku jeton, shojmë drejt e kamera. Unë rria me shokun Haris, po Ari se kemi në klasë apo jo? po në klasë. Por ai iku në Gjermani. Ka iku i në kurari, Gjermani. po japim një Po, përshëndetje Ari, sepse ne sepse shikojmë na me shikon, kujton, kështu po. që Xulio, të bëj një përshëndesim, pyetje? Ari. Po. Fleti me Harisin tani nëpërmjet telefonit ose në ndonjë mënyrë rrjeteve tjetër? të Ka ndryshme i mbani sociale kontaktet? komunikon? Po. Ndonjëherë do flasim. Do njerë flisni. Po mirë, cila është dhurata ti që ke marrë? Dhurata më e bukur është tableti im. Tablet. Po na e Ka trego shumë pak nga tablet. kush ka ardhur dhurata? Dhurata ka erdhur nga ana e mamit, gjyshja nga ana e mamit. Gjyshe nga ana, sa ju përkëdhelin këto O, sa gjyshe të mira që nga këto juve. gjyshe. Po, Hajde, hajde, sa ju përkëdheli. Edhe mua gjysja më jep mjalt. Aha. Po, ti e Dëgjoj, ty. Giulio, më shuaj një kuriozitet, sepse është fat që shumë fëmijë rriten me gjyshër dhe me gjyshe. Dikush i ka brenda ambientit familjar, dikush pak më larg, dikush dhe jashtë Shqipërisë. Sa i përkëdhelur je ti nga gjyshërit e tu? Shumë. Shumë. Je i vetmi apo ke dhe vlla apo motër? Kam dhe motrën. Ke dhe motër. Po ky është djalë përkëdhelin po, mi gjyshit dim pak të më shumë. gjithmonë. Kush të përkëdhel më shumë? Nga ana e mamit apo e babit? Nga ana e mamit. E po mi. Pike dobët Lere, apo mos- jo? Në rregull, më trego pak të lutem, tani që nuk e ke shokun i cili është larguar në Gjermani, me kë ke komunikim më të afërt nga shokët e tu? Me shokun e lagjes Brian. Brian, e në përshëndesim rregull. dhe Brianin. E përshëndesim dhe Brianin, ma jep mikrofonin, e kalojmë tek shoqja. Atëherë, bukuroshe, Cila është dhurata më e bukur që ti ke marrë? Dhurata më e bukur që kam marrë ka qenë laptopi dhe telefoni. dhe laptop dhe Dy telefon, laptop, ha? nga kush i ke marrë? Dhe imagjino dhurata? klasë 3. Nga prindrit. Nga prindrit. Derisa të rritemi sa dhurata do marrim, boom teknologjik, do ta keni shtëpinë gjithë gjëra të bukura. Po, më thoj pak bukuroshe, cila është shoqja jote e ngushtë? Që ri më shumë, tregon sekrete, ndoshta ti mund të tregosh. Shoqja ime më e ngushtë është Inesi. Ines, Kush është Ines? Apo nuk kemi Ines këto? e ke tek kemi lagja në- apo në klasë? Jo në klasë. kemi në klasë, është Ines i pjesa- ka qenë erën e kaluar, në mos gaboj. Po, ishte Inesi po. dhe ishte erën e kaluar, shumë mirë. Të ta bëj një pyetje? Po, forca Pumbi. Është pak kështu e bukur, fantastike, imagjinare. Në qoftë se do kishe mundësi që ti ishe shoqe e ngushtë me një personazh vizatimor, cili do t'ishte? Kë do kishe shoqe të ngushtë? Me Borbardha. Me Borbardën. Ti anse që po thua me kë doje të ishe ti? Me Sticin. Po Giulio? Me Sticin. Jora? Ama Ana Flokkuqen. Thanë Borbardën dhe ja japi mikrofonin këtij Po sykatrit. me Pimbin asnjë nuk qenë kë. Po me As me Pimbin. Pumbin. Janë. E, U mërzit Pimbi dhe kush Pumbi. të pëlqen? I pëlqen Ana Flokkuqen. Po, edhe sepse juve ka ju historira dhe gjëra. Atëre, Po dhe na bëj Pimbi një do t'i bëj prezantim. flokët e kuqe vetëm ta pëlqesh. Po, Në rregull, na bëj një prezantim. Si quhesh ti bukurosh? Andos. Andos dhe je në klasën e? Tretë. Në klasën e 3. Andos, lënda jote preferuar, cila është? E matematikës. Lënda e matematikës. Në të ardhmen, kur të mbarosh studimet, për çfarë ke dëshirë, ose çfarë profesioni ke dëshirë të kesh në jetë? Futbollist. Futbollist, tani pasion apo Me profesion? futbollistin janë shumë. Pasion apo profesion ta kesh futbollistin, sepse edhe tek futbolli me sa di unë vjen një moshë dhe stopon. Apo jo? Po, fillojnë. Luan futboll? Po. ba ju kuzhinje që më japësh Të mua për bësh të një grenë. Të pëlqen mësues kuzhina, si do të matematik. Pipi? Guzhinje. I pëlqen Kuzhinje. kuzhina. Dhe do ju I gatua pëlqen ju të kuzhina. dyve. Shumë mirë. Atëherë, më thuaj pak Andos, dhurata më e bukur që ti ke marrë deri tani, je në klasën e 3? Po. Dhurata që më kam bërë është telefoni. Është telefoni, nga ka ardhur kjo dhuratë? Nga mami.
Nga mami. O, sa të ka përkëdhelur mami Greta ty, të lumt. Por miku jot më i mirë, cili është? Gjulje. Giulio. Çfarë bën me Gjulion ti në kohën e lirë? Me çfarë luani? Luajmë, bëjmë loja, vizatojmë. O, sa bukur. Po loja juaj e preferuar me Gjulion? Futboll. Futbollin. Andos, keni patur pushimet e semestrit, si i kalove ti? Shumë bukur. Ndonjë gjë të veçantë? Lexove libra? Po, Një Çfarë titull libri? libri? pa familje. Pa familje. Oh. Po interesante si temje. si Për temë. çfarë fliste? Fliste për një djalë që u largua nga një familje fshatare. Dhe çfarë bëri ai? U largua dhe pastaj Jo jetën e ti apo jo? gjeti një familje në qytet. Pra nuk i pëlqente familja në fshat, donte familje. Donte familje në qytet. Po. Po si përfundim ishe i lumtur me këtë jetën në qytet? Po. Po mirë, paktën ishte i lumtur. Po. Po ti Pimbi dhe Pumbi që vjen çdo të ditë nga mali në qytet këtu në emisionin e Rë të Shëkorçës, je i lumtur? Unë në fakt jam më shumë i lumtur kur jam në mal. Pse? Në fakt, Nësa këtu kënaqem shumë me fëmijët se kam mësuar shumë gjëra nga gjitha fëmijët të talentuar. unë në fakt nuk dua të them se nuk më pëlqen shtëpia, po këtu ndihem shumë mirë. Më bëhet qefi, shumë bukur. edhe ne, pavarësisht se gjatë gjithë javës jemi në punë me angazhimet tona, përsëri e shtuna është dita më e bukur e javës, të paktën për mua, sepse Edhe për mua. merrem Po. gjithmonë me fëmijë dhe ku ka më Edhe bukur për se sa ne. të merresh me fëmijët. Po, është Është shumë gjithmonë bukur. kënaqësi dhe sinqerisht nuk mungojnë batutat, buzëqeshjet, edhe pse përpara ekranit ndoshta i bëjmë gjatë fillimit të emisionit ose pas emisionit, por është shumë bukur të punosh me fëmijët. Është gjëja më e Thjesht bukur. duhet vini ta provoni Normal. edhe shumë bukur. Vini ta provoni dhe ta shihni. Ja japi mikrofonin shoqes Asja. Asja e cila ka vendosur 2 kordele të kuqe tek flokët e saj. Asja, më trego pak të lutem. E para e nisim. Si kalove pushimet? Shumë bukur. Na trego Çfarë diçka të bëre diçka të veçantë? veçantë? Diçka të veçantë. Unë kisha shkuar tek nëna dhe luajta me kushërinë. Sa mirë të kalosh gjithë pushimet me familjen, aq më tepër kur je familje madhe dhe ke shumë kushurinj, kalohet edhe më bukur apo jo? Në rregull, flasim pak për shoqen e zemrës ose shokun e zemrës tënd, sepse mundet të kesh dhe një shok të preferuar ose një shoqe të preferuar. Cila është Asja? Arja po thon shoqi. Shoqja ime me ngushtë është Arja. Arja, ne kemi këtu Arjan? Prandaj janë ulur të bashkë. Kësaj radhe zakonisht fëmijët i vendosim që ti ulu këtu, ti ulu këtu. Kush bën llafe me njëri tjetrin, i ndajnë. Po kësaj radhe këta janë ulur sipas muhabetit, po sudit të rish janë shumë të ulur. Janë shumë të qetë. Janë shumë të qetë, vërtet. Ose kështu duken. Si jeni juve në klasë? Jeni të qetë? Të qetë. Erën tjetër do ftoj mësuesen këtu të na tregoj. Pak fare të Giulio. Pak fare. Pak fare, Po në mirë, rregull. dim të ndoshta nuk janë shumë të qetë. Mesatar të shoqja këtu në rregull. Asja, sa e rëndësishme është të kesh një shoqe dhe pse? Për mua është e rëndësishme sepse unë gjithë ditën luaj me të dhe kënaqem me shumë. Po mësimet i bëni bashkë në moment që mundet të ngelet koha për të qenë bashkë dhe në atë pjesë të ditës? Po nga njëherë kur vjen tek herë. shtëpia ime. Kur vjen tek shtëpia jote. Asja, dhurata më e bukur që ti ke marr? Dhurata ime më e bukur ka qenë kur neve kishim vajtur tek Disneyland kur do jepnim dhuratat. Çfarë dhurate more? Mora një arush prej një arush pellush. Një arush pellush. Sa bukur si Pimbi, Po ti çfarë dhurate bëre? Jo, e mori si Pumbi. Çfarë dhurate ke bërë? Çfarë dhurate bëre ti? Dhe kujt ja ke bërë? Ose dhurata jote, dhuratën tënde kush e mori? Dhuratën time e mori Andosi. Dhuratën tënde e mori Andos. Andos të pëlqeu dhurata ty? Po, dhe Andosi ti ka pëlqyer. Shumë mirë. O Jonida, a po, them diçka? Po. Më pëlqeu kjo vajza sepse mori arushin ndërkohë që gjithë fëmijët e tjerë po flisin për telefona dhe për laptopa dhe për gjëra Kjo na bëri shumë shtypje. Andos, Asja besoj se u bën ndonjë short për vitin e ri dhe kapët?
Ky Tiranë një dhuratë. Dhe Sa dhuratat. bukur, shumë mirë. bukur, po. Shumë mirë, më bëhet shumë qefi. Ndoshta është një praktik shumë e bukur për të shkëmbyer Dhuratat. dhurata mes shokësh, aq më tepër dhe për vitin e ri apo jo? Patjetër. Në rregull. Ja japi mikrofonin një tjetër djali shumë të urtë. Shumë të Shumë të urtë. urtë, S'na po. ka bërë vaki djem kaq të urtë. Jo, po mi. Bukur është, cili është shoku jot i ngushtë? Dioni. Dioni, e kemi në Jo. klasë apo në lagje? Edhe në lagje në klasë. E në klasë, shojmë drejt te Si është kamera të që të kesh një dukesh shok bukur. që e ke dhe në lagje dhe në klasë? Në shkollë jemi në një bankë, kurse në lagje lozim. Luani të dy. Pra, po rrugës kur vini për shkollë, vini bashk? Po. O, sa O, bukur. fiksion me pumbin. Ja, Ti po. me Dionin je njësoj si si pimbi dhe pumbi. Pimbi dhe Pumbi. Në rregull, shumë. Cila mirë. është dhurata bukurosh me e bukur që ti ke marrë? Kur më shpuri mami me babin në Disneyland. Në O, po Disneyland ne në pse nuk Paris. na more në Disneyland? Në Pa ata të Paris. dy, do t'ju bësh ndonjë dhuratë, ndonjë bilet avionit atyre për në Disney? U kënaqe ti atje? Po shumë. Çfarë bëre diçka të veçantë? I pana ato lodrat, edhe mora disa vërdata. More disa gjëra të bukura, shumë mirë, Shumë mua më bukur. bëhet qefi, më bëhet shumë qefi. Ja japi mikrofonin shoqes. Bukuroshe, cila është shoku, ose po e nis më mirë me dhurata, cila është dhurata që ke marrë deri tani? Dhe dhurata që ke bërë? Dhurata që ka marrë deri tani është kur kisha dilindjen që prindrit më kishin bler një arush pellushi. Si O, që sa shumë bukur. Po, si ja ke vendosur emrin Arushit? Pimbi. Kiki ja kam vënë. Kiki. Prit më Të prit, pyes jam pak, në Pimbi Pumbi, prit. Të pyes pak, Forca do na Pumbi. thuash tani, ky arushi tend i ngjan më shumë pimbit apo pumbit? Po dihet Ja, ja, shiko, Pimbi shiko. ti janë. Shiko Ja, na një sekond, jene. presim Kujt i përgjigjen. ngjan? Kujt i ngjan më shumë Arushi? Pimbit apo Pimbit Pumbit? Pumbit i ngjan. Pumbit. Ja, e shikon Pumbit. Pumbit i ngjan. Në rregull, shumë mirë Pumbit. Më trego pak të lutem, ti kujt ke dëshirë ti bësh një dhuratë dhe çfarë do që ti bësh një dhuratë? Unë nuk kam qef që t'i bëj një dhuratë të shoqes time të ngushtë të Asja. Çfarë do që ti bësh? dhurate? Ndonjë libër që ta lexoj për pushime. E ke menduar cilin libër? Jo akoma, do zgjej një libër. Në rregull, më trego pak të lutem, tham që shoqja jote e preferuar është Asja. Pse është e rëndësishme që ne të kemi një shoqe që fëmijë të vegjël siç jeni ju dhe deri kur të rriteni? Të kesh një shoqe është e rëndësishme sepse ne mësojmë të dyja dhe argëtojmë bashkë, së apo jo? bashku, luajmë. Po. Cila është loja e preferuar që luani më shpesh? Luajmë me talashka më Me shumë. talashka, po të shumë vrapor bukur. dhe t'ja lesh çetë shokut. O, Jonida, të bëj një Urdhra. pyetje unë? Forca Pimbi, çfarë pyetje? Mund të më thoni ju fëmijë, në qoftë se keni bërë ndonjë dhuratë tek një person që nuk e njihni, Keni bërë dhuratë tek një person që nuk e njihni? ndonjë shok ose shoqe që kanë Ti nevojë. Pimbi ke bërë, me qënë se fëmijët nuk kanë bërë? Unë kam bërë disa herë. Dgjoj, e njëjta pyetje dhe për ju. Dhurata juaj më e bukur që keni marrë, seriozisht e kam Pimbi. Seriozisht, më e seriozuar se serioziteti seriozuar është që ka marrë një qype mjaltë të madhe nga gjyshja. Nga kush? Nga ke marrë, gjyshja, nga gjyshja. në rregull. E besoni ju këtë? Edhe një nxenë sot Po. më solli prap një vazo me mjaltë. Të lumt, je sheqerosur boll. Po ti Pumbi. Pumbi, cila është dhurata më e bukur? Unë do të thoja, mora librin ti më të preferuar. Cilin libër? Vajza që piu hënën. Vajza që kush e ka lexuar nga ju librin Vajza që E piu keni hënën? lexuar, e keni lexuar? Besoj Jo. se mbaj mend që herën e kaluar një nga nxënësit e nxënësit klasës na e tha, kishte po, lexuar për atë librin libësh. Vajza që piu hënën. Unë e pëlqeja shumë Dhe atë ishte një libër. libër vërtet voluminos. Gjithmonë e shikoja kur kaloja aty në libraria, po nuk kisha shumë para për ta bler, po familjarët e mi ma blenë dhe unë jam Dgjoj, shumë e në lumtur. qoftë se Po, sa mirë po. më kujtove diçka, në qoftë se nuk kemi mundësi që të marrim libra sepse fëmijët duhet të lexojnë shumë libra, ekzistojnë te bibliotekat apo jo? Po, që ne i Që marrim mund unë e të disha marrim nga libra, disha Korça ka time një për bibliotekë 2 javë. shumë të bukur, Po. super moderne, me libra Shumë të nga më të madhe. fundit dhe mundet të shkoni t'i merrni të gjitha librat atje apo jo. Keni shkuar ndonjëherë në bibliotekë? Po. Po, keni marrë libra?
Po, Jo. jo. Disa po, Keni disa bërë një jo. guid të bukur, domethënë thjesht në bibliotekë. Thjesht e kam parë. Në rregull, duhet të shkoni dhe të merrni libra, nëse nuk i keni O, lexuar. Jonida. Po. Unë besoj se pumbi gënjen Pse? për librin. Sepse Hena nuk është ujë që të pijet. Hena vetëm hahet. E po jo, këtu del keq ti sepse ajo është në mënyrë figurative, po ti nuk i shumë e kupton vërtet. këto gjëra o Nuk Pimbi, i e kupton Pimbi, në rregull. Jemi rikthyer pas kësaj hapësire të shkurtër publicitare përsëri me fëmijët. Ashtu si herën e kaluar me nxënësit e tjerë të klasës dhe kësaj radhe ne do të zhvillojmë lojën shtet-qytet. Janë gati të treja fletët. Tek ju të dy do t'ju japim një ndihmë. Do t'ju japim një Po, ndihmë në me që jeni rregull. dy Hajde te veta. abu treshe Okej. këtu. Po, jo me ile. Mos Jo, trego në Tea. Jo, nuk do t'rregoj, thjesht do ndihmoj pak. Po, ti do ndihmoj. Derisa është antare grupi normalisht Po. që do ndihmoj. Ju të dy mundet të jepni ndonjë sugjerim, Po, dakor? shumë. Që të ndihmojnë fëmijët. Ju po t'jeni të vëmendshëm mundet i kapni sinjalet që lëshojnë ata të dy. Atëherë, do të zgjedhim. ta zgjedhun. Jo më dua ta zgjedh vetë parën, prisni s'më lini e radh mua. Po pra, cilën shkronjë? Do ta them mirë alfabetin me vrapsh. Okej, dhe unë do them stop. Stop. Okej, unë do them stop. D-ja. D. 1, 2, 3, D. Filloj me D. Skuadra që e mbaron e Shpejt me para D. thret, mbarova. Shpejt. Derkuci nga Durrësi. Shpejt me D. Vazhdo Ishte te, dal vazhdo. dielli. Derkuci nga Durrësi që shkojnë në Dunavec. Dhe mblodhi dru për zjarr. Shkoj, mblodhi qershin në fshatin Dvoran. Po si e kishte emrin? E kishte Denis. E kishte shkojnë në Danimark. Sa me stia. Emrin mos e kishte Daniel? E kishte dhe Daniel. Mori dhe një daulle. Mbylli dhe derën. Po, Shkoi dhe në dardhë. Po, shkojnë në darkë. atere, sekondat e fundit shpejt, më shumë se kaq s'kemi çu themi. Më shumë se kaq. Der më der. Po. Stop, Demi, mbaruam ne. Stop, skuadra e parë të stop. I lem Fillojmë prolapsat. prolapsat. I le, Po s'ka tani kshu është loja. ku shkruan më shpejt. Fillojmë shtet Danimark, qytet Durrës, fshat Dvoran, emër Dea, Dea. send Daulle, kafsh Der. 60 pikë të plota. Të plota. Ahaha, Danimark dhe Dardhë kemi këtu 20. Tuk Ma vjen kemi Kaq pak në Sa zallë. të vëmendshëm ky grupi atje. Dani Vez, shtet. Jo Danivez. Po, S'ka ashtu e ka Danivez. bërë. Është Danimark. S'ka, je quajmë Danimark. Okej, Danimark, Devol. fshat Dvora. Drenove, Drenove. emër Denis, Send Karl nuk kemi. Derkuci, 50 pikë. Send nuk Deri kemi, tani po skuadra janë fituese është skuadra e Skuadra dytë, time. 60, 50, 20. Shkruani shpejt. Shkronja tjetër. Shkronja tjetër, hajde Pumbi, Hajde. hajde, mos mërzitesh. Forca. Unë do thoja me si miku. Fillojmë. Forca. Jo po si mjalti dhe ti. Po. E po riti tani Si- se ta bëra qefin. Si Maliqi, si fshati Malavet, si emri Megi, si Maqedonia, O që shkuoja si të ditë në Miza, majtë. apo si Mushka, apo si Mushkonja, apo si Macja, E bol tani se bol ju thamë. si emri Maria. Megi. Ha. Aha. Më. Mu, thot ai. E, po muja s'është mu, është lopa, është me le ajo, o Pimbi. Po prash mu. Mos e dëgjoni Pimbin, se ja bën mu, mos shkruani muju. Mjau. Se mu është lopa, mjau po, Macja mjau. Është qytet Maliq. Cila skuadër mbaron shpejt? Skuadrë mjaltit. Mokra, keni shkuar ndonjëherë në Mokër? Është një O, zonë sa shumë e që mu bukur. që është atje, ka dhe mjaltit. Mokra? Ta tregoj pas emisionit çfarë është, sepse është histori e gjatë, gjithë histori e Mokrës, është një zonë me tradita dhe kulturë, shumë të pasur për gjithë rajonin e Korçës. Atere edhe 5, 4, 3, 2, 0. Stop. Fillojmë. Sa tha shumë. Po. Shtet 0, qytet, Maliq, fshat 0, 10 pikë kemi këtu, 30 gjithsej. Jo. Këtu kemi shtet, kemi Moldavi, qytet Moldavi, Maliq, Maliq, fshat Malavec, emër Megi. Send nuk kemi. Dhe Mace Dhe- 50 pikë, kemi 110 këtu. Uzasu. Këtu kemi shtet Maqedoni. Kemi Maqedoni. qytet nuk kemi, fshat nuk. Kjo kemi këtu? Jo, Moravë. Moravë nuk është fshat. Po.
E fshat edhe Nuk kemi Morava. ashtu, ose është gabim. Është në Drenovë. Jo. O, mos ja fut Jo, kohë. male me Morava. Jo, mos ja fut kohë. E mbaj pak qetësi. Emër Pastaj, Maria Sent mjalt, po mjalt nuk është quhet. sent, nuk quhet. Kafsh kemi miun, po, okej, 10, 10 20, pikë. 30, jo pra, kemi ma që 10, doni 20, Maria, po. 30, 80 pik, 110, 30 pik, një duar trokitje për skuadrën e ty. Bravo. E skuadra që fiton. Jo vetëm shkrojtën shpejt, por edhe mbajtën mend Po, çfarë? thënë. Dhe janë të gjitha ato që ke Në thënë ti. rregull, atëherë jemi tek po janë shok hapësira të mi ata. tjetër, kushtuar fëmijëve, të cilët kanë dëshirë të recitojnë, të thonë përshëndetjet e tyre, çfarë të dëshironi. E merr mikrofonin Arja, mos gaboj apo jo? Arja, një vjesh apo një përshëndetje, çfarë ke dëshirë ti? Një vjeshë. Shohim drejt tek Forsa Arja. kamera me llam të kuqe dhe e themi. Sa të dua o Shqipëri, sa mallje sa dëshirë, për dy gazë dashuri, mu në zemër më kam birë, se për mua o adhe, je një lule aq e vyer, sa nuk gjendet përmbidhe, shpirtin tim për ta ushqyer. Forca, ja japi mikrofonin shokut, Shoku kemi një përshëndetje apo një vjersh? Përshëndetje. shohim drejt Kë dhe do të bëjmë përshëndetje. përshëndesësh? Pimbin. Pimbin, pumbin, mësuesen. Dalta dëgjoj. dhe klasën. Mësuesen e klasën, të shumë lumë. bukur. Asja, vjesh apo përshëndetje? Një përshëndetje. Forca. Kë do përshëndesim? Unë do të përshëndes familjen time. Të lumt. Edhe ne Ja japi përshëndesim. mikrofonin Andosit, Andos. Kë do përshëndesim apo kemi një vjersh? Një përshëndetje. Një përshëndetje. Kë do Andos. përshëndesim? Unë do të përshëndes klasën dhe familjen time. Të lumt. Shumë bukur. Forca kukull. Unë do kem një përshëndetje, përshëndet mësuesen time dhe familjen time. Të Shumë Edhe lumt. ne bukur. përshëndesim. Kemi Lora. Lora do ta them. Jora. Jora. Jora, mo jo Lora, mos I ver tre emra dhe ti. Jora. Unë do të përshëndes kushëritë time të parë nga në babit. O, të fala Shumë pe. mirë. Shumë mirë. Duket që e pas ke shumë për përshëndesim. zemër. Kë do Julio. përshëndesim Gjulio? Apo kemi një vjersh? Përshëndetje. Unë do të përshëndes klasën, mësuesen dhe familjen time. Të lumt. Shumë bukur. Ja japi mikrofonin Anselit. Ansel, shohim drejt e dashur. Ansel do përshëndesim? Apo kemi vjersh? Vjersh, Forca. Forca. si prindri. S'ka si prindri në shtëpi, të dhurojnë dashuri. Si mësuesja edukatorja, mëson libri, luan lojra. Të lumt. Shumë bukur. Shumë Bravo. mirë. Atëherë, pas përshëndetjeve të gjitha, ne do të kalojmë tek përralla. Jemi përsëri me plot gojë me një nga shkrimtarët më të mrekullueshëm për pralla për fëmijë, siç është Odisej Grillo. E ndjekim të interpretuar nga Dezemona Mehmeti. Shohim prallën e radhës që ka zgjedhur ajo për ne. Mirë se ju gjeta, jemi përsëri bashk. Nuk mungoj asnjë të shtun, po dhe juve nuk mungoni. Si ju duken prallat që po ju tregoj? Të bukura apo jo? Kur ju takoj në rrugë, ju qeshin syt, dhe unë do vazhdoj të tregoj pralla për ju. Sot, prap kemi një prallë shumë të bukur. Do më dëgjoni me vëmendje, mirë? Pralla titullohet Vajza që numëronte misat. Oh, më dëgjoni. Na ishin njëherë 3 vëllezër, të vegjël në mosh, po ishin shumë dembel, më dembelët në botë. Prandaj dhe I thrisnin për ta cuk. I madhi quhej Zdi, I mesmi quhej Zdua, dhe me I vogli quhej Smund. Të tre brithnin qytet më qytet, fshat më fshat, shtëpi më shtëpi, slinin prak pa ka përzyer. Po të kishte ndonjë fëmijë të mefshtë, të kanjoz apo dembel, ata e sinin shok dhe e mësonin të bëj si ai. Një ditë morën vesh se në një fshat jetonte një vajzë që e quanin Zafiruke. Kjo Zafirukja, ose Rukja, si që e thërisnin, ishte shumë e përkëdhelur. Mezi lëvizte, mezi ngrijej, mezi hante, mezi laj, të gjitha
i bënte me zi. Hej, vëllezër, e gjetëm atë që po kërkonim, tha vllai i madh, kur e pan dhe njohën Ruken. Kjo do bëhet me ne sa s'ka, po prit, të shikojmë të largohen njerëzit e shtëpisë. Në këto fjalë e sipër, njerëzit e shtëpisë dolën dhe vajtën në përpunrat e tyre. Rukja u shtri në divan dhe po shikonte tavanin. Nuk po shikonte tavanin, jo, po numëronte mizat. Po e kapte gjumi, rreth saj filluan të vallëzonin të trepërta cukët. Sa i ndjeu Rukja, hapi sytë dhe i pyeti. Kush jeni ju që keni ardhur në shtëpinë time dhe më prishni qetësi në mua? Ne jemi 3 vëllezër. I madhi quhet Zdi, i mesmi quhet Zdua dhe i treti quhet Smund. Ua, sa emra të bukur, ua sa më pëlqekan. Po pse erdhët këtu në shtëpinë time? Ne duam të bëjmë shoqe dhe motër. Brodhëm anë mban botës, po stakuam ndonjë vajzë për të qenë dhe me që nuk na i mbushën syrin të tjerat erdhëm këtu në shtëpinë tënde. Ua, edhe unë doja një shoqe që të ishte si vetja ime. Sa mirë bët që erdhët, ju lumshin këmbët. Dëgjo, ti Ruke, sa herë të mos ketë njeri në këtë shtëpinë tënde, ne do vim të luajmë bashkë. Kur të vinë prindrit dhe gjyshrit e tu, ne do shtukemi me një herë. Po, si do të riun pa ju? Tha Rukja. S'ke pse mërzitesh? I thanë vëllezrit. Përmend gjithmonë emrat tanë dhe do të duket sikur na ke afër. A bëjmë një provë? Për ta cukët u futën qosheve, ndërsa Rukja nisi të thras. Zdua! Zdi! Smund! Si të duket? E pyetën të 3 vëllezrit. Uaj, qenë ka një mrekulli e madhe! Dhe Rukja qeshi me gjithë zemër. Duke biseduar, kaluan orët dhe në drek erdhën prindrit bashkë me gjyshrit. Për ta cukët u futën qosheve dhe po prisnin ç'do ndodhte. Rukja qëndroi shtrirë në divan dhe s'lëvizi nga vendi. As mirë dita nuk ju tha prindërve dhe gjyshërve të tyre. Ata u habitën nga kjo sjellje Rukes. Rukja vërtet ishte tekanjoze, dembele, po jo sa të mos hapte gojën fare. U zhveshën prindrit, u rregulluan dhe babai i tha: Ruke, shtroje pak tryezën se jemi të lodhur. Rukja s'lëvizi as qepallat dhe u përgjigj në përdhëmb. Zdi, zdi. Gjyshrit e prindrit u panë sy më sy. Kjo ishte një fjalë që nuk e kishin dëgjuar kur nga goja e vajzës. Mirë atëre, të keqen mami, shko na e mbush këtë kanën me ujë se jemi të lodhur. Zdua, tha Rukja. Të 4-ve ju ran nga duart gjërat që kishin. Babait gota e ujit, gjyshes të nxerja me supë, gjyshit lugët e pirujt, u bëj një 4 ure madhe në kuzhinë. Çfarë do të ketë me vete kjo vajzë? Than ata dhe provuan përsëri. Po Rukja një në vrim i binte fyellit. Eja të hash, i tha gjyshja. S'mund, tha Rukja. E provuan prap, po vajza vetëm këto 3 fjalë nxirte. Zdua, zdi, s'mund.
duke qëndruar në shtrat ditë e natë, duke mos lëvizur e duke mos ngrënë, Rukja erdhi dhe u dobësua dhe u bë sa një kleçk. Gjyshja thoshte, "Shiqyr që nuk po del në obor se do na i marrë era." Ai shumë ishte dobësuar e leqendisur. Kur e morën vesh vocrakët e lagjes, u bën pikë e vrerë dhe shkuan në shtëpi. Donin ta merrnin me vete që të luanin e të gëzonin si dikur. Po, Rukja s'lëviste nga vendi, vetëm përsëriste 3 fjalë. S'dua, s'di, s'mund. Kështu ju thoshte prindërve, gjyshërve, shokëve, shoqeve. Edhe macës që fërkoi pas këmbëve, kështu i thoshte. Edhe qenit që dështe të luante me të, pavarësisht ai se kuptonte gjuhën e njerëzve. Gjyshit dhe prindrit e vranë mendjen dhe thanë, "Pyetëm kudo, po asnjë nuk na ndihmoi. A nuk shkojmë te qerosi i përrallave që di aq shumë sa ka habitur gjithë botën? Ai me siguri do na ndihmoj që vajza jonë e dashur t'i harroj ato 3 fjalët e mallkuara. Pyet këtu e pyet atje, pyet këtu e pyet atje." Më në fund e gjetën qerosin. Ai i priti si jo më mirë. Prindrit e gjyshrit i qanë hallin qerozit. Qerozi u tha prindërve një fjalë që neve nuk e dëgjuam dot. Më në fund, qerozi i porositi. Po të veproni, kështu si që thash unë, vajza s'do t'i përmendë kur ato fjalë. Prindrit e falenderuan, 1000 herë e falenderuan. Mjafton që t'u shpëtonte Rukja. Si u kthyen në shtëpi, hynë Rukja bërtiti, "Dua ujë se po vdes nga etja." Se kur ikën prindrit dhe gjyshit, s'kishin vënë ujë në gotë që ta merrte Rukja. Përtonte ajo. "S'mund të t'i japim," i tha nena. Rukja hapi syt, se kish dëgjuar kur këtë fjalë nga nëna e vet. Babi, më hahet buka, Rukja përplasi këmbët. "S'dua të t'i jap," i tha babai. Rukja e humbi fare nga kjo përgjigje. Ajo po shikonte e habitur. "Gjyshe, të lutem, më kruaj pak kurizin," i tha mbesa. "S'di të kruaj të keqen gjyshja," i tha ajo. Rukja tha me vete, "Më duket se të 3 përta cukët i kanë bërë shok dhe miq babin, mamin, gjyshen. Sa herë që kjo kërkonte diçka, gjyshi, gjyshja, nëna, babi thoshin vazhdimisht të njëjtat fjalë. S'dua, s'di, s'mund. Po kështu thoshin dhe shokët, po kështu thoshte dhe macja dhe qeni. S'dua këtu e s'dua atje, s'dua këtu." Rukës po i merreshin mend e gati po vtiste nga uria. Kështu që u detyrua vetë të ngrihej për të pirë ujë, për të ngrënë bukë, për të u veshur e për të mbathur, për të krehur flokët e për të larë sytë. Ngreu e ulu, ecë e ndalo, lëviz e tundi, niste ta merte pak nga pak veten. Dhe kur doli në obor, nuk e mori dot tera, sepse ajo ishte forcuar tashti dhe shikonte nënën dhe gjyshin. Nisin t'i skuqeshin faqet.
kur e panë këtë gjë të tre për ta cukët, vunë majat nga thembrat dhe ja mbathën vrapit. Gjyshja gëzonte, babai dhe nëna fluturonin, ndërsa gjyshi rinte në sofat dhe përdrithte mustaqet. Duke u kujdesur për vete e për shtëpin, duke ndihmuar gjyshin e gjyshen, nënën e babanë, qenin e macen, Rukja i harroi tre shokët. Jo vetëm i harroi, po nuk ja u përmendte më emrat, dhe unë nuk dua t'i kujtoj. Ja dhe prallëza jonë mbaroi. Besoj se ju pëlqeu, jeni të vegjël, po edhe më të rritur qofshi, kur mos i përdorni ato fjalë, kujtojni nga pralla, të jeni të gatshëm për të kryer çdo punë, çdo detyrë që ju ngarkojnë prindrit, gjyshi, gjyshja, kujdesuni për kafshët shtëpiake që keni. Gjithnjë të bëni fëmijë të mbar, të shërbeni vetes, të shërbeni dhe të tjerëve. Mirupafshim dhe për sot, mbaruam. Kemi ardhur kështu në fund të emisionit dhe për ditën e sotme për këtë të shtunë të datës 11 prill. Edhe një herë ju uroj të gjithë besimtarët e krishterë ortodoks gëzuar Pashkët, qofshit gjithmonë mirë në familjet tuaja. Shumë faleminderit të dashur fëmijë që ishit sot në emision. Faleminderit Pimbi Pumbi, faleminderit Lia, dhe mbi të gjitha faleminderit Butik Natalia dhe Ailin Ana, e cila bën të mundur veshjen time. Si gjithmonë e gjeni tek Bulevard Republika. Faleminderit të gjithë ju që ishit prapa ekranit të RTS Korçës edhe këtë të shtunë. Me shumë dashuri nga shtëpia jon, takohemi javën e ardhshme. Mirupafshim.